Moj më ndërhyj veç pak, bre. Pa tjetër. Qëre, unë e vlerësaj përpjekjen për me hartu një legjë të mirë për sportin. Mirë, po ka ndodhur edhe kundër ta dhe kam argumente sa dush, domethënë. Apo më na përmend me cila se vish po thua ka ndodhur kundër ta ka ndodhur. Vish kjo, te kuptojmë edhe na. Absolut. Fidoni tha domethënë që nuk ka pas ndërhyrje. Përmenda dëshmin. Na shku me rast konkret. Po, ajo është rast konkret. Po nuk është vetëm rast. Është rasti. Ti je avokat edhe din që vendimi i gjykatës na kemi pas veç për çka është vendimi i gjykatës, se kemi pas edhe rastin e Kasit që ka shpall vendimin e ministrit kundërlehtëshëm edhe nuk e ka respektuar. Është autoritet Kasi me shpall. Jo, nuk është autoritet ka qenë. Kasi nuk mundet me shpall vendimet e ministrit, vendimet e diçme pa ligj. Me ligjin e ri jo. Po, me asnjë ligj. Me ligjin e vjetër po. Me ligjin e ri ka pas mundësi, ata s'ka me ligjin e ri e keni rregulluar dhe keni bën domethënë që mos. Po ligjin e vjetër s'ka qenë rregulluar me Kasi hiç. Tash është rregulluar. Jo për shkak nuk ka qenë. Lutna lëpë ligjin e vjetër mos të lypë. Nuk ka qenë rregulluar me sikur tash, ka qenë përmend me një vend. Nuk është rregulluar si tash. Nuk është. Po pikërisht që unë edhe në fillim e thash, domethënë që në ligjin për sport ka gjona të detajume që më shumë ju takojnë rregulloreve të brendshme të azom të Kasit ose të Komitetit Olimpik ose të federatave se sa që i takojnë një ligji. Sepse nuk duhet ligji me ulshu në asofar detajeve se qysh ka me rregullu një fushë caktume të azom Komiteti Olimpik, ose Kasi, ose qysh ka me rregullu fushën vetë federata, me statutin e vetë, qysh ka me para pa organizimin. Mirë po këthejmë të ndërhyrjet. Të ndërhyrjet është ndërhy në Federatën e Notit Kosovës. Nuk duhet mi morë personale Fidonit, se këtu janë të Fidonit. Absolut, për atë arsye. Këtu janë, se tash dalë edhe të procesi Fidonit, që prap Fidoni nuk është fajtuar për ato të azon pse u konë udhëhec i komisionit për licencim. është ndërhyrë në Federatën e Notit, është ndërhyrë në Federatën e Karates, në Federatën e Bullingut, Federatën e Shejtarisë. Çka ndërhyrë në Federatën e Notit, çka të Karates? Dënë më tasë qaru krejta? Jo, vish në pikat shkuta, çka është ndërhyrë? Pikat shkuta. Cila është ndërhyrja në Federatën e Notit? Prej vendimit Kasit, respektimit vendimit Kasit, pezullimit licencës të bordit kalum, mbajtjes kuvendit që është mbajtë, dhe më thënë, pa komplet ata që jënë konë Kjo për Federatën e Notit. Në Federatën e Karates, me mujtë të tonë, dhe më thënë, një kuvend është njoft, tjetëris është njoft, mas një mujtë prapë është mbajtë tjetëri, herë njoft, herë së njoft, derisa është regullu, po vish nuk përdu mi hi me detaje, se jam gjendi me detaje. O me detaje përmeni, qeshtje në Federatës Karates, nuk i ki informatat e sakta se që ka ndohë. 100%. E para, qëre, nëse kish folë dikush që nuk ka qenë asë njëherë në sport nuk janë nëzohë fort për të modhe. Po nëse në Federatën e Karates, në një kuvend që është rekomandu personalisht nga unë, për shkelet cilat ka ndohë, nuk mundet më orë një njeri me u bo kryetar, mos më pas asë i bos delegusa. A bot? Jo, s'bot. Apo pajtohesh me mua? Po, pajtohena, nuk jem të gjyku kuvendin, një kuvend që është mojet e që i kish paltit pa ligjëm, se më të gjyku ato. Unë më të gjyku komplet procesin e ndërhyrit që jënë gofi da. Një grup që atje, një grup që atje. A moj më vojnë vishë edhe për proces licencimit. Qërëm, me licencim, aqë shumë është mendu që po regulohet sportin në Kosovë, sa për një kohë gjatë jënë bloku edhe sponsorizimet e federatave shkoku i licencimit. Federatat, këtë ato federatat licencume jënë konë. Jo, si në konë. O, jënë konë të licencume. Ajo konë, funksionimi federatave janë të licencume që 26 vjetë. Ajo konë vish një proces, edhe proces që dashtë vish më vazhdu. Mjë dhonë mundësia federata në bazë ligjit sportit me u përmirësu, me i plëcu kriteret edhe me vazhdu, po jo me u ndërprej komplet funksionimi federates, me u morë licenca, mësë me dhonë sponsorizimi, mësë me dhonë bështetja financiare, për një kohë gjatë.